محمد رسول الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha falenderimet, lavdërimet, adhurimet tona e të kënë vetëm Allahut të mëdhenuar, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet me të drejtë askush pas Allahut, i cili është edhe i vetëm. Dhe dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wasalam është rob dhe dërguari i tij i fundit. Të nderuar vëllezër besimtar, kemi përmendur gjatë disa hutbeve të kaluara se njeriu posedon një potencial garues marramendës. Dhe kjo është begatia Allahu që Allahu përmes këtij potenciali i mundson njeriu që gjithmonë të motivohet drejt ngritjes, drejt sukseseve dhe drejt qëllimit që duhet ai ta realizojë jetën e kësaj bote. Fatkeqësia është kur këtë potencial garues njeriu e çorienton dhe pastaj vrapon në shtigje të gabuara, atje ku nuk ka fitues, po ka vetëm humbës. Në shtigje ku nuk garohet me udhëzimet e Allahut, ku nuk garohet sipas standardeve dhe në përputhje me gjurmët e pejgamberëve të Allahut te barekuhu teala. Prandaj jeta jon duhet të jetë orientuar në një shteg të caktuar, patjetër. Dhe ne jemi pjesë e kësaj gare, dëshëm apo nuk dëshëm. Mirë, po ne mund ta përzgjedhim shtegun e garimit dhe mund ta përzgjedhim dinamikën e vrapimit në shtegun e garimit. Dhe këto dyja duhet t'i kemi parasysh gjithmonë të ndërozër, nëse dëshirojmë sukses në këtë dunja dhe shpëtim ditën e gjykimit. Dhe në kuadër të kësaj kemi përmendur edhe disa çështje të rëndësishme që kanë të bëjnë me garimin. Dhe kemi thënë se garuesi shfrytëzon edhe rrëfimet, ngjarjet e ndryshme për të motivuar dhe për të shërbyer me to si shembull për të, si duhet t'ia del në raport me sprovat, pengesat, e kështu me radhë, dhe si duhet të vazhdon tutje i patrembur, i guximshëm, i motivuar deri në takim me Allahun e mënduar. Një nga ngjarjet që i shërbejnë shumë të ndërozë këtij garimi, na motivojnë gjithsesi edhe na frymëzojnë krahas hijretit që kemi folur në takimin e kaluar, është edhe një ngjarje madhore që dihet edhe njihet si dita e Ashuras. Dita 10 e muajit Muharram, që jemi ne në këtë ditë, në këtë muaj të shenjtë nga muajit e Allahut Azza wa Jalla. Muaji Muharram është një muaj i pasur me ngjarje të këtilla. Dhe një nga këto ngjarje është dita 10 e këtij muaji, që është e njohur si data e Ashuras. Kur Allahu Azza wa Jalla në ditën e 10 të muajit Muharram e ka shpëtuar Musain alayhis salam dhe popullin e tij nga gjenocidi, nga zullumi, nga shtypja dhe presioni i vazhdueshëm që ushtronte faraonin mbi ta. Ai keq trajtonte, ai keq përdorte, ai shtypte, ai privante nga çdo e drejtë. Dhe ata nuk kishin asnjë privilegj njerëzor, përveç se të hanin bukën, të pinin ujin dhe të shërbenin pa rezervë në çdo kohë faraonit që pretendonte se është Zoti. Allahu xhallahu ala dërgoi Musa alayhis salam që t'i shpëtonte nga ky zullum dhe kështu ndodhi. Ngjarja ka shumë detaje, ka shumë shpjegime, mi po dua të fokusohem në disa prej tyre që mos lejojmë që spaku kjo ngjarje kaq madhore të na ikë pa u ndal spaku në stacionin e kësaj ngjarje të madhe historike, pa përmendur disa dobi që shpresoj të na bëjnë punë. Faraoni ishte zullumçar të ndërrodhur dhe pretendonte se është i pamposhtur. Ku motivoi faraoni për arrogancën e tij? Ku e mbështeste ai gjithë këtë arrogancë, gjithë këtë zullum? Çka jep të atij me kuptuar se është i fortë? Pse ai mendonte se ka drejt, e tjerë s'kan drejt? Ku buronte gjithë ky agresion i tij? Pe ku buronte? Buronte të ndërozër tek pasuria dhe pushteti, që nuk menaxhoheshin dhe nuk udhëhiqeshin me besimin në Allahun Azza wa Jalla. Dhe kështu është gjithmonë. Njeriu sa më tepër ka pushtet dhe ka pasuri, dhe këtë pushtet dhe këtë pasuri nuk e menaxhon me besim në Allahun Xhella Xhelaluhu
dhe nuk bën mend se ka me dal nesër me dhon llogari para dhuruesit të pushtetit dhe ati që gjithçka ka në dorën e tij, nëse këtë nuk e ka parasysh dhe kjo nuk ja menaxhon situatën me pasurinë dhe pushtetin, bëhet arrogant. Bëhet arrogant, bëhet zullumçar, bëhet keqpërdërues deri në masën që i lejohet dhe ka mundësi. Pa asnjë kufi dhe pa asnjë frikë ndaj Zotit te bareke ve teala. Kështu ishte faraoni. As nuk kishte dikush me i thonë ki frikë Zotin, e as nuk kishte dikush t'i bënte konkurrencë. Prandaj u bë arrogant. Dhe kështu të ndërrua vëllezër, gjithmonë dunjaja ka plot nga zullumçar, nga vrasës, nga tiranë të ndryshëm, të cilët kanë një lloj pushteti, kanë një lloj pasurie, që përmes këtyre dyjave i hypin qafë robëve të Zotit te bareke ve teala. Dhe kënë për masa ndryshme, mund të jetë në për masa shtetënore, mund të jetë në për masa globale, por mund të jetë në për masa më të vogla. Një njeri në raport me 3-4 njerëz, s'prish punë mbi sa njerëz ka hyp në qafët e tyne. Me rëndësi është se arroganca e pushtetit që e ka dhe e pasurisë është evidente dhe nuk mund ta frenon për shkak se sistemi i frenimit tek ai ka dështuar. Sistemi i frenimit ka dështuar për faktin se besimi në Allah nuk funksionon. Besimi në ditën e gjykimit nuk funksionon. Mirë po, nëse ai nuk frenohet e nuk pendohet, e ndalë Zoti xhallahu ala me ushtrinë e tij që nuk e din numrin e kësaj ushtrie askush pas Allahut. Allahu e mposhti faraonin me deti, me një ushtar që faraoni kur se bën të men se me te kam i në luft, kur se bën të men se me te kam u ballafaqu. Ja që Allah e mposhti e zhyti e përmbysi me valët e detit dhe përfundoi historia e faraonit. E sa i përket Musait alayhis salam të ndërozë, duhet me marrë mësimin nga Musa alayhis salam, i cili përkundër situatës së zymt, përkundër situatës së pashpresë në aspektin e jashtëm, një popull i shtypur, i okupuar, një popull i rrëbnuar, një faraon arrogant, i fuqishëm ushtarakisht, i pamposhtur sipas standardeve materiale. Megjithatë, edhe këtu besimin në Allahun xhallahu ala e bëri të vetën. I mungon të faraonit dhe u përmbys. E kishte Musau dhe shpëtoi. Çfarë ndodhi? Musa alayhis salam, përkundër situatës së pashpresë, përkundër së mungesës së mjeteve, përkundër rrëbnimit, dobësisë, mjaftonte që e kishte Allahun xhallahu ala. Mjaftonte që ishte i bindur se Allah ka me ndihmu dhe besimin në Allah në mbante me shpresë dhe këtë shpresë tentonte ta mbjellte tek populli i tij se bëni sabër. Fasbiru, bëni sabër, nga se përfundimi do të jetë për njerëz të mirë. Dhe kështu është gjithmonë të ndërrozë. Njerëz që kanë besim në Allahun xhallahu xhelaluhu, me ato pak mjete që i kanë, me ato pak mundësi që i kanë, me ato pak hapësirë që i kanë, ata veprojnë, ata rezistojnë, ata ecin përpara dhe punojnë, nuk dorëzojnë dhe nuk gjunjëzojnë asnjëherë. Prandaj, nga Musa alayhis salam marrim shembullet për kohën tonë. Ndoshta na mungojnë shumë mjete, shumë hapësirë. Ndoshta situata nuk është shumë shpresdhënëse. Ndoshta shumë të ri nuk planifikojnë me mbet këto, po me dal dikun tjetër. U them, aktivizoj besimin në Allahun xhalla xhelalu. Shpreson Zotin xhallahu ala, puna dhe angazhohu, bëj atë që ke mundësi, shfrytëzoj hapësirën e dur, t'jap Allah që sot nuk e ke. Dhe kjo rregull të ndërlozur, ai që është zon atë që ka sot, ja mundson Allahu nesër ta ketë atë që sot nuk e ka. Sot nuk ki mundësi, por i ki disa mundësi. Kto shfrytëzoj? Mundohu, përpjeku, nesër Allahu xhallahu t'i jap tjerat, për shkak se ti ato që i ke pas, i ke shfrytzuar dhe i ke përdorur si duhet. Prandaj, ngjarja e Ashuras është ngjarje e shpresës, është ngjarje e vullnetit, është ngjarje e ambicjeve që na mundson që të vazhdojmë tutje përkundër rrethanave, përkundër zgënjimit, përkundër dekurajimit, përkundër situatës së zymt, që mund të mendojmë se është e tillë. Mjafton që kemi Allahun te barekuhu teala. Dhe kështu dha pejgamberi alayhis salam në shpellë, në hijrat, pikërisht që Muharremi, muaj Muharrem u mor si piknisje kësaj ngjarje të madhe që të shënojnë muajt Islam dhe kalendari Islam. Në ngjarjen e Hijretit, të mbyllur në shpellë, të rrethuar nga Kurajshët e Mekës, Ebu Bekri tha, nëse vetëm këmbët i shohin, do të na shohin edhe neve. Nëse vetëm nga këmbët shikojnë, kam na pa edhe neve.
Çka tha pejgamberi? La tahzan. Mos u dëshpëra, mos u mërzit për këtë punë fare. Pse? Inna Allaha ma'ana. Allah është me neve. Na kemi bëra që kena pas mundësi. Na dolëm. I morëm sebepet, u munduam. Krejt çka ishte mundshme na të bëjmë, na e bëm. Andaj tash kemi drejt që plot zemër, plot bindje, plot besim, themi Allah është me neve. Dhe kështu ndodhi. Allahu ishte me ta dhe mbrojti Allah pejgamberin sikur se mbrojti Musa alayhi salatu wasalam. Dhe ky rregull i pandryshueshëm, ligji i Allahut azza wa jall. Ai që punon, angazhohet, përpjeket brenda mundësive që i ka, brenda hapësirës që i ka, dhe vazhdimisht shpreson tek Allahu xhallahu ala, i mbushur shpresë, i mbështetur në Allahun fuqimisht, ka më dal me lenin Allah xhallahu ala. Patjetër, edhe në këtë botë edhe në botën tjetër. Musa alayhis salam na ka mësuar një çështje të ndërmozë, se çdo sukses, çdo mirësi që Allahu ta ka dhënë, duhet me shtu adhurimin dhe duhet të shoqërohet me falëndim dhe Allahut mënduar. Do të thonë, rregulli e thotë kështu, rregulli që mësuam nga Musa alayhis salam, po edhe nga Muhamedi alayhis salatu wasalam. Me në këtë rregull një jetë. Sa ma te për Allahut të begaton, sa ma te për Allahut mbron nga çdo fatkeqësi të keqe. Kjo duhet të përkthehet nga ana jote me falënderim, adhurim dhe kujdes mos me shkel vjet e kuqe me begati që Allahu t'i ka dhënë. Sot fatkeqësisht ndërvozër nuk e shoh një situatë bashkë mirë në raport me këtë rregull. Shpesh herë gjejmë situata edhe vetën tonë edhe të tjerët që nuk na mungojnë begatit. Kemi shumë mirësi. Na ka begatuar Allahu me shumë mira. Mirë po, a është për ty kjo me adhurim? A është për ty kjo me falëndrim? A është për ty kjo me mirëdhënie ndaj Allahut azza wa jall? Fatkeqësisht, jo rrallëherë përgjigjja është e kundërta. Të ndërua vëzër, edhe dasma është gëzim, edhe çfarë do begatie në familje është gëzim. Si po e shpreh këtë gëzim? A është begati që Allah me të dhonë një vlad e me të gëzun nesër, me martu e me pa, qysh po ndërton e po kryon familje? A është gëzim i madh? E dinaj që ka përretu çfarë gëzimi është. Është sukses i madh për prind, është arritje e madh, është begati me arrit një vlad e në fund me martu, e me gëzu me familje qysh duhet, edhe mi thonë, ndërtot është familje e stutje. A është begati Allah, shumë e madhe. Ka njerëz të privuar nga kjo. Ka njerëz që se kam ri këtë gëzim. A kemi njerëz që kanë vdek, janë vrarë ma herë në luftë, kanë vazhdu fëmijët me rrit, janë martu, po pa prezencë të prindërve. Andaj kjo është begati e madhe. Si po i bëjmë dasmat tona sot? A janë dasmat përputhje me këtë rregull? Falënderim te Allahu mënduar, apo shprehje e rebelimit dhe tërheqje fatkeqësisht e hedhimit të Allahut azza wa jall? Kemi të kujdesshëm si po e manifestojmë gëzimin, kemi të kujdesshëm si po e shprehim gëzimin, si po e pranojmë begatin Allahut azza wa jall, nga se pejgamberi alayhis salam na ka mësuar që pasi që Allah i ka shpëtuar Musain alayhis salam, na dje kemi agjëruar. E dikush edhe sot agjeron. Pse agjërojmë na për Musa alayhis salam? Për shkak se shpëtimi i Musait alayhis salam është begati e Allahut, e ne jemi ndaj Allahut falëndrues që e ka shpëtuar një rob të Allahut, edhe do rob tjerë bashkë me te. E ka shpëtuar Allahu nga zullumi i faraonit. Prandaj rregulli është kur Allahu të shpëton, kur Allahu të ruan, e shpeshherë se kuptojmë që Allahu po na ruan apo na shpëton. Kur Allahu na begaton, e shumë begati nga ato që Allahu na i ka dhënë nuk mund t'i numërojmë. Sikur që Allahu tha: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Nëse tentoni me i numëru, me i përmbledh begatit Allahut, nuk do t'ja dilni. Andaj në raport me këtë, ku është falërimi? Ku është mirënjohja? Dhe ku është shprehja e besimit në raport me dhuruesin e begative? Allah na përmirësoj gjendjen, na i shtoft Allah begatit, na ruaj Allah nga fatkeqësitë e ndryshme e na bëft rob të tij falëndërues. Kërkoni falje nga Allah, nga se Allah është falës dhe është mëshirues. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa tamu taslima ala khayri khalqillahi ajma'in nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Të nderuar vëllezër, këto ngjarjet pejgamberëve janë shumë të pasura, janë thesar, sinqerisht me shumë dobi të mëdha për jetën tonë. Jo ngjarje historike, por shkolla të mëdha që na mësojnë për jetën.
në mësojnë për rrethin, për dunjan, për gjithë shka që në duhet njëtë në kësaj bote. Prandaj, ne duhet që të njihemi më përsa afërmi me biografinë e pejgamberve, historinë e njerëzve të mëdhej, mësuesve të njerëzimit, e në veçanti të Muhamedit a.s. Andaj, dëgjani, lexoni, diskutoni, pyetni për pejgambert e Allahut Azza wa Jall. Ti njohim këta njerëz që fatkeqësisht askund nuk flitet për ta, përveç se brenda objekte fetare, në xhami, në medrese apo në rrjetet besimtarëve. Këta e njerëz që Allah i ka dërguar me shpëtu njerëzimin, me uzu njerëzimin. Dhe po a them edhe një rregull tjetër, se këtë e kanë përmend dietarët e shumtë e kanë thënë, çdo e mirë që e gëzon njerëzit është për shkak të mësimeve të pejgamberëve. Ka mbeti mësimi i pejgamberëve dikun. Ka mbeti dikun mësim. Njerëz që mësim e kanë përdorur, ja kanë poharin. Dhe çdo e keqe, çdo errësirë dhe çdo sherr që sot është në mes të njerëzve, është pikërisht për shkak se atë pjesë të jetës së tyre nuk e kanë ndriçuar mësimet e pejgamberëve. Pa ku prekin mësimet e pejgamberëve, ndriçohet jeta, zbutet zemra, pajtojnë njerëzit, udhëzohen ka rruga drejt, ruhen nga kurthet e djallit e kështu me radhë. E atje ku nuk nxen dielli i pejgamberëve, dielli i mësimeve të tyre, ka plen errësira, smundje shpirtërore të zemrës, depresione të shumta, urrëtie, luftë e kështu me radhë, për shkak se pejgamberi kanë ardhur për paqe, ndërsa armiku i pejgamberëve shejtani do të na shë në vrasje, në gjak, do të na shë në humbje, në varfëni e në dështim në këtë dunja edhe në botën tjetër. Prandaj, të mësojmë për pejgamberët dhe të gëzojmë për pejgamberët, nga sa ata janë burim i udhëzimit dhe i mësimit për neve. Të nderuar vëllezër, mes Muhamedit a.s. dhe Musait a.s. distancë e madhe kohore, sheku mes tyre. Pastaj Musa a.s. ishte i dërguar i Beni Israilve, ishte i dërguar i qifutve, tek jehudit është dërguar. Nëse Muhamedi a.s. mu dërguar tek arabët për këtë njerëzit. Dallim mes tyre në gjuhë, në prejardhje, distancë e madhe kohore, geografike. Megjithatë, pejgamberi a.s. ju gëzua shpëtimit të një vëllau të tij që kishte kaluar sheku para tij, nuk ishte në kohën e tij. Madje agjeroi falënderim për Allahun për shpëtimin e Musait a.s. Kjo mësimate do vëzhgë edhe për kohën tonë. Si duhet të gëzojmë sukseseve të njëri tjetrit, të largojmë hasedin, zilin, të largojmë xhelozin, të gëzojmë kur një vëlla joni ecë përpara, një motër jone është e suksesshme, të gëzojmë kur dikush i qel syt edhe ecë përpara, të gëzojmë ta përkrahim ose spaku të bëjmë doa mos ta pengojmë. Nëse fatkeqësisht jo rëllëherë, po kaplojmë nga zilia, nuk po na përballon shpirti suksesin e tjetrit, nuk po na përballon gjuha me lavdnu suksesin e dikujt. Prandaj kjo smundje shoqërore dhe kanë pejgamberët na shërun nga kjo smundje. Pejgamberi asë më gëzua Musait a.s. E ti vëllaut shpëton sa do më gëzu. E ti vëllaut në këshilla këtu sa do më gëzu. E ti vëllaut tan pi gjaku e pi gjuhë sa do më gëzu. E ti vëllaut tan pi fe sa do më gëzu. E kështu me radhë. Prandaj ta largojmë zilin, urrëtitjen, ta dojmë njëri tjetrin, të gëzojmë sukseseve të njëri tjetrit. Madje të festojmë së bashku me njëri tjetrin dhe ta ndajmë edhe pikëllimin së bashku. Kështu dunja e merr kuptim. Është më e lehtë jetojmë faqebar në dunja dhe dalim pastaj të suksesshëm ditën e gjykimit. Këto janë mësimet e pejgamberëve për jetën tonë e shumë tjera. Dhe është Allahu xhallahu ala që ta dojmë njëri tjetrin, të gëzojmë sukseseve të njëri tjetrit. Allah na mëson që çdo begati që Allah na jep, mjafton jeta që na ka dhënë si motiv, si arsye, si bazë për të qenë vazhdimisht ndaj Allahut falërues, mirënjohës, adhurues dhe zbatues e asaj që Allah kërkon nga ne, nga se ai që kërkon nga ne është Allahu xhallahu ala është Zoti jon, dhe ajo që ai kërkon nga ne është e dobishme dhe vetëm në favorin ton, nga se ne Allahut nuk i duhemi. Allah na largoi zilin e urrëtitjen. Allah na largoi urrëtitjen nga mesi jon. Allah na largoi urrëtitjen nga mesi jon. Allah e largoi përçarjen nga mesi jon. Allahu e largot vrasin nga mesion, rahjen nga mesion, dhunën nga mesion. Allahu mëson që në familjet tonë të mbretënon dashuria, respekti, të largohet dhuna. Edhe në lagjet tona, edhe në qytetin tonë, edhe në vendin tonë, kudo që t'jemi. Dhe është Allahu që të kontribuojmë për të mirën e këtij vendi, për paqe, për siguri.
dhe ta luftojmë çdo element që cënon sigurinë tonë, paqen tonë, unitetin tonë, dashnin dhe respektin ndërmjet mes neve, në përputhje me aq na ka mësuar Allah dhe pejgamberi alayhis salatu wassalam. Allahu i shëroft të smurit tonë. Ja ulësot Allah dhimbet e mundimet e tyre. Allahu alëso familjarë kujdesin për ta. Allahu largof pikëllimin nga gjërat që janë të pikëlluar, të mërzitur. O alësoft Allahu boshlive që të lajnë borxhet e tyre si duhet, faqebardhë në kohën e duhur, dhe na mundsoft Allahu të vdesin faqebardh e na bashkoft me të vdekurit tan ditën e gjykimit në xhennet dhe në kënaqësinë e tij. Inna Allaha wal malaikatu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.